Gjesti kishte kërkuar që të darkonte me Eglin dhe vëllai i madh ua mundsoi këtë takim vetëm për vetëm me njëri tjetrin, larg syve të banorëve të tjerë të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, që të flisnin dhe të sqaroheshin. Egli e pranoi ftesën dhe të dy së bashku darkuan në suitën, ku ndenjë Jozi me Loredanën, pasi kështu ishte vendosur nga vëllai i madh. Të dy banorët folën për gjëra të ndryshme që kishin ndodhur para se Egli të dilte nga shtëpia e Big Brother VIP, por edhe aktuale. Më pas banori i ka treguar se sjelljet e ish partneres së tij ishin një lloj si të Eglit. Po të them për lidhjen time jashtë. Gjestet i ka pasur njësoj si të tua. Unë e shikoja që hypi në çatin e shtëpisë. Kam parë merr me sy sepse bënte gjeste, donte të hidhej. Këto drama që pash, thash do më mbetet në dorë. Nuk guxoja të bëja asgjë sepse thoja po ta lë më mbetet komplet mua përgjegjësia. Hyra në depresion dhe ato simptomat e tua, duke I hyrë shumë thellë ishin të njëjtat, tha ai.